Punonjësit e bashkisë Gjirokastrës po vjojnë punën në teren pa pushim prej ditësh duke punuar për të rikthyer qarkullimin në rrugët rurale të dëmtuara nga rreshjet intensive të shiut. Ndërhyrjet janë përqendruar aktualisht në njësitë administrative Lunxhëri, Lazarat, Antigone, Odrie e të tjerë, ku bllokimet nga dheu dhe inertet kanë penguar lëvizjen e banorëve. Aktualisht po punohet në njësinë administrative Lunxhëri, që është dhe më e goditura, po ashtu dhe njësia Odrie. Po punohet në fshatin Qesorat, në fshatin Dhoksat, në fshatin Këllëz, pra në gjithë njësinë administrative Lunxhëri. Aktualisht po punohet në fshatin Qesorat, i cili nga shkitjet që ka pasur kishte një bllokim rruge dhe besoj që shumë shpejt zhbllokohet. Sigurisht që dhe në qytet janë përqendruar forcat për të pastruar, për të rregulluar, për të rehabilituar çdo dëmtim që ka bërë rreshtet e fundit. Aktualisht po punojmë në Dunavat, në një segment të vogël, i cili po pastrohet, në Palorto, pra në çdo segment, në çdo problem që ka shfaqur, ne jemi prezent. Punimet për pastrimin dhe rikthimin e qarkullimit në rrugët rurale pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim në varësi të kushteve të motit.